Do të shkojmë tani në Mirdit, pasi banorët e Kaçinarit janë ngritur sot në protest kundër ndërtimit të 4 hidrocentraleve në këtë zonë. Sipas tyre, këto projekte dëmtojnë rënd mjedisin. Për ta kuptuar se si qëndron gjithë problematika, do të lidhemi me një nga protestuesit, me zotin Emanuel Çupi dhe me antaren e Këshillit Bashkiak të Mirditës, zonjën Rigerta Loku Tushaj. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Faleminderit. Zoti Emanuel, faleminderit zonja Loku Tushaj. Dua ta nis me ju, zoti Çupi. Cila është arsyeja pse ju jeni kundër ndërtimit të 4 hidrocentraleve dhe nëse mund të flasim për ndikime negative në mjedis, cilat janë ato? Atëherë, ne jemi kundër këtyre hidrocentraleve sepse ato ndikojnë negativisht tek njerëzit që jetojnë atje. Sepse nëse ai ujë merret, pra futet në ato tubacione, do ketë pasoja për fshatarët aty. Ata nuk kanë se me çfarë të ujësin tokat e tyre, ata me ato toka ushqehen. Kjo pak a shumë. E kuptoj. Një koment në lidhje me këtë protest, zonja Rigerta, çfarë do të shtonit? Në radhë të parë ju falenderojmë për hapësirën mediatike që jepni kësaj çështje, pasi hecet në zonën e Kaçinarit nuk janë një problem vetëm i Kaçinarit, por janë një problem i gjithë Mirditës dhe i gjithë Shqipërisë. Po ti marrësh ujë një popullate të caktuar apo një territori të caktuar, ti ke marrë jetën, i ke marrë të drejtën për të jetuar në atë vend. Dhe ka 9 vite që banorët e Kaçinarit e kontestojnë her pas here ndërtimin e këtij heci, jo vetëm për pasojat negative që mund të ketë në ekosistem, por edhe për procedurën apo procesin si është ngritur ky hec. Pasi nuk janë marrë për bazë në mënyrën më kategorike vullneti i banorëve të zonës, dhe kjo është një problem i madh, sepse është ngritur mbi një farsë, dhe çdo gjë e ngritur në një farsë dhe në një falsifikim të madh, nuk është gjë tjetër veç se një fluck sapuni ligjore e cila duhet të plasë dhe të shpërthejë nga minuti në minutë. Banorët janë kundra ndërtimit të këtij hidrocentrali. Unë si antar e këtyre heceve që do të ndërtohen, unë si antar e Këshillit Bashkiak, natyrisht që sikur banorët e zonës do të ishin pro këtij ndërtimi dhe këtyre heceve, unë do të isha pro tyre. Por banorët nuk e duan dhe pushteti vendor, ne jemi aty për të mbështetur, për të dëgjuar, për të ndërmjetësuar atë çka duan vërtet banorët e Kaçinarit. Dhe banorët e Kaçinarit në masë, në 99.9% nuk e duan ndërtimin e këtyre heceve në territorin e tyre. Çfarë hapash ose çfarë diskutimesh janë bërë në Këshillin Bashkiak në lidhje me këto projekte? Është diskutuar, është marrë mendimi të gjithë antarëve, si është proceduar? Ky hec është ndërtuar dhe procedurat janë nisur në mandatin e shkuar të Këshillit Bashkiak, ku unë nuk kam qenë pjesë. Ama në këtë mandat, banorët e Kaçinarit kanë qenë gjithmonë të vëmendshëm për të parë ecurinë se si do të procedohet në kjo gjë. Dhe absurdja është se në mbledhjen e 31 tetorit, në mbledhjen e tetorit të radhës të Këshillit Bashkiak, u kërkua që firma që do të ndërtojë hidrocentralin të zgjas afatin e përdorimit të disa ngastrave miqërak, ngastrave pyjore në Mirdit. Por, e çuditshmja ishte se kjo pikë e rendit të ditës nuk u parashtrua në Këshill Bashkiak dhe popullsia e Kaçinarit nuk u informua paraprakisht. Këshilli Bashkiak nuk i ka mbledhjet e mbyllura dhe informimi qytetar është një e drejtë thelbësore e çdo qytetarit të Republikës Shqipërisë. Ama kjo mbledhje, kjo pikë e rendit të ditës erdhi jashtë rendit të ditës, erdhi pa u konsultuar, pa praninë e kryetëreqve, pa praninë e banorëve dhe u morë në mënyrë flagrante dhe abuzive, të them të drejtën. Ka pasur antarë të Këshillit Bashkiak të cilët nuk ishin në brendësi të situatës dhe ndoshta për inerci duke parë shtumat apo gjërat e tjera aty në projekt vendim
e kanë aprovuar, ama u aprovua me një vot unanime të gjithë të pranishmëve. Dhe në momentin që banorët e Kaqenarit e morën vesh që kjo gjë është kaluar në vjedhurazi, tamam vjedhurazi në Këshillin Bashkiak, normalisht që janë revoltuar dhe kanë kërkuar të drejtën e tyre. Zoti Çupi, kush janë ose kush është investitori në këto 4 hidrocentral? Pra kush qëndron pas këtij projekti? Investitori është Shpërndarza Energji. Ata nuk kanë realizuar asnjë konsultim me banorët e zonës? Ata nuk kanë realizuar asnjë bisedë me ne banorët. Po ashtu edhe zoti Mëlyshi që deri para pak një viti le të themi thonte që nuk do ketë hidrocentral në zonën e Kaqenarit pa biseduar me banorët. Vim pas një viti dhe ja ku është miratuar nga zoti Mëlyshi dhe këshilltarët e tij. E kuptoj. Dhe ndërkohë tashmë është fakti kryer, janë duke u kryer punime, në çfarë faze është aktualisht ky projekt? Kanë filluar të punojnë në rrugë. Rruga, domethënë ditën e djeshme ishte baltosur komplet. Kanë dërguar disa mjete. Këto domethënë. Po nëse Po zonja Rigerta. Që përveç se aty historia e kësaj firme është një enigme madhe, pasi dhe administratorin e kishin ndruar disa herë, ama dhe firmat e banorëve nuk janë reale. Ti kur shkon me një fakt që këto firma janë të falsifikuara. Ja, të gjitha firmat të falsifikuara. Të gjitha firmat janë të falsifikuara. Firma, domethënë, firma e vërtetë e banorëve është ajo që u pa atë ditë në protestë. Po mirë, ju jeni drejtuar organeve kompetente, organeve ligjzbatuese? Ne jemi drejtuar të gjitha për ta denoncuar këtë fakt, sepse falsifikimi i firmës dënohet. Nga SPAK-u në të gjitha organet ligjzbatuese. Dhe kjo çështje është në hetim dhe përderisa është në hetim, punimet në atë zonë nuk duhet të vazhdojnë. Pra juve keni ngritur një padi, po thoni, e keni kërkuar sigurimin e padis në mënyrë që të mos vijojnë më punimet dhe ndërtimet për këto hece? Ka pasur kërkesat vazhdueshme nga banorët dhe nga pjesa dërmuese, këtë nuk duhet ta diskutojmë që 99% e kaqenarit janë kundra ndërtimit të heci. Ka pasur kërkesat vazhdueshme drejtuar pushtetit vendor për llogaridhënie dhe për dhënie informacioni dhe për në cilën fazë janë punimet e të tjera, por gjithmonë informacioni i marrë ka qenë i cunguar ose i munguar. Banorët kanë 2 juristë të cilët po merren në mënyrë shumë serioze me këtë problematik. Vullneti negativ për ndërtimin e këtij heci është shumë i madh, kështu që pushtetit vendor dhe kryetarit bashkisë nuk i mbetet gjë tjetër vetëm se të dëgjojë dhe të plotësojë vullnetin e banorëve aty ku është e mundur. Dhe aty dhe në këtë rast Zoti Mëlyshi, kryetari i bashkisë, i ka mundësi dhe i ka kompetencat për t'i vënë shiritin apo për të mos i lejuar ngjitjen e këtyre makinerive për të vijuar punimet. E kanë provuar në të gjitha mënyrat për të njohur këta banorë, e kanë provuar me kontrata dhurimi, e kanë provuar me ndërtime rruge e të tjerë. Por vendimi i tyre këto hece të mos ndërtohen është i prerë. Duhet që procedura të bëhet e rregull, duke filluar nga dëgjesat publike dhe konsultimi me banorët e zonës. Ata nuk e duan ndërtimin e hecit, por hecet nuk janë një problem vetëm i Kaqenarit. Ne marrim spunto nga shumë hece të tjerë që janë ndërtuar në Mirdit dhe uji është çfarë është devijuar. Nuk është problemi që ti ujin e ke aty, po tubacionet dhe kanalizimet pengojnë që kapilarët e tokës dhe tokat përreth të ushqehen në mënyrë natyrale me ujë. Dhe sido që të jetë puna, dhe sido që në çdo lloj aspekti, si moral, si natyral,
si nga ana e ekosistemit, në rast se banorët në mënyrë kaq të vendosur janë kundra ndërtimit të këtij heci, pushteti vendor nuk ka detyrë tjetër veç se t'i dëgjojë dhe të respektojë në maksimum vullnetin e tyre. E qartë, kush përfiton nga ky projekt? Në dijenin tuaj? Është e qartë se kush përfiton. Kush? Përfiton firma ndërtuese, hecet Mirdit gjithmonë kanë dhënë fitim dhe përfitim një grupi të vogël që numërohen me gishtat e dorës dhe banorët e masat, ato njerëz që jetojnë territorin dhe ato njerëz që kanë shtëpijet e tyre, ato njerëz që kanë lindur, janë rritur dhe duhet të vdesin aty, sepse varret në Mirdit janë të shenjta, sado që ne të thonë jo, po nuk ka banor, baballarët tanë, të parët tanë janë të varrosura në atë toka dhe janë të shenjta për të gjithë mirditorët. Po, zoti Çupi. Le të marrim një shembull më konkret. Në qoftë se të parët tanë do ishin gjallë sot, ata do ishin kundër këtij hidrocentrali dhe do e bronin edhe me jetën e tyre, ujin e tyre. Nëse mund t'i pyes, nesër do të bëni sërish protest përpara bashkisë, apo jo? Po, patjetër. Nesër do jemi përpara bashkisë në sheshin Abadoqi. A mundet kryetari i bashkisë, zonja Rigerta, ta pezulloj këtë lloj investimi dhe nëse do t'i duhet, po themi, vota apo ndihma e Këshillit Bashkiak, e ka këtë mbështetje? Apo jo të gjithë janë dakord? Atëherë, unë mendoj, me aq sa informacion mund të kem, që kryetari i bashkisë mund t'i vërshë rritjen deri në një qartësim të plotë të situatës gjendjes. Makineri duhet edhe me ndihmën e policisë bashkiake të zbresin poshtë, mos të qëndrojnë më në atë territor dhe derisa kjo situatë të jetë transparente, të kuptohet vërtet se ku qëndron ku fle lepuri, situata tjetër që duhet të pezullohet. Lehet për ndërtimin e heceve që jemi të sinqert jepen nga pushteti vendor, ato janë marrë në ministrije të tjera në vite të shkuara, por janë marrë me një proces pa rregull dhe të paligjshëm. Ama deri në qartësimin e situatës, derisa situata është në gjykatë në prokurori, kryetari i bashkisë nuk e ka të vështirë që ta pezullojë vijimin e punëve të kësaj firme. Këshilli Bashkiak natyrisht me këtë ndërgjegjësim që po i bëhet, sepse banorët e Kaqenarit kanë treguar vërtet vendosmëri të madhe në këtë drejtim, Këshilli Bashkiak një pjesë e tyre mund ta kuptojnë rëndësinë e kësaj çështje për Kaqenarin. Pse po bëhet kjo gjë përpara zgjedhjeve? Mendoni që ka lidhje me zgjedhjet apo tani është momenti që duhen pezulluar këto punime apo duhen vijuar nëse i referohemi interesave të kompanisë? Manuel, për mua nuk ka lidhje fare me zgjedhjet, sepse këto çështjet erdhën janë si rezultati makinerive që janë ngjitur në zonën e Kaqenarit, mund të ishin ngjitur ndoshta edhe pas zgjedhjeve, mund të ishin ngjitur para 3 muajsh e të tjerë, por në këtë moment që flasim janë disa droma, rrula e të tjerë në zonën e Kaqenarit sipër që duan të vijojnë punimet dhe banorët duan të pengojnë punimet. Ajo çka dua të theksoj është fakti që këta djem janë shumë të vendosur për mos lejuar vijimin e punimeve. Dhe përkeqësimi i situatës dhe vazhdimi i kësaj çështje nuk do bjerë gjë tjetër veç se përkeqësimin e situatës dhe unë nuk do doja që kjo çështje të shkojë në ekstrem. Se mendoni që mund të shkojë në ekstrem kjo çështje? Edhe mund të shkojë. Dhe kur thoni ekstrem, kujt i referoheni, zoti Çupi? Edhe mund të shkojë. Deri në ekstrem. Çfarë nën kuptoni me këtë? Përplasje fizike, bllokim të zonës, qëndrim pa lëvizur prej aty? Mund të shkojë deri në përplasje fizike, mund të shkojë edhe deri në bllokim të zonës. Dhe kjo pastaj në qoftë se nuk na lën, domethënë hapësirë tjetër. Po e provojnë jemi të vendosur që në njësinë administrative Kaqenar nuk do ketë hidrocentral.
Pra, duke filluar nga Kaçinari, do më thënë Arzi, Shtufi, Simoni dhe Shpërdaza, nuk do ketë hidrocentral. Dhe ky është qëndrimi i të gjithë Kaçinarit. Dhe kur them që mund shkohet edhe në masa në gjëra që atëherë do t'jetë vonë për të menduar se pse nuk vepruam. Prandaj po e provojmë në të gjitha mënyrat ligjore të mundshme, duke filluar nga ankesat dhe kërkesat që janë bërë në prokurori, nga ankesat dhe kërkesat që janë bërë në Bashkinë Mirdit, nga protestat që kanë qenë gjithmonë demokratike dhe nuk kanë sjell probleme, ama deri kur do të shkojë kështu, sepse në raste banorët e Kaçinarit nuk gjejnë vesh për t'i dëgjuar dhe dikoj që t'i jap të drejtën që u takon, atëherë natyrisht që veprimet do ta tejkalojnë ligjin, sepse ligji nuk po i mbron. E qartë, e kuptoj. Zoti Çupi, ju thatë që ndërtimi këtyre eceve e dëmton së tepërmi tokën sepse nuk mund të furnizohet nga burimet në ujore me ujë për ta punuar. Të tjera dëmet, çfarë i shkaktojnë mjedisit, zonës, këto ndërtimi këtyre eceve, ose edhe nëse mund t'ju pyes, vetëm me punimin e tokës merren banorët e Kaçinarit kryesisht? Banorët e Kaçinarit merren edhe me blegtëri, me punimin e tokës, me këto gjëra merren kryesisht. Në qoftë se ai ujë futet në përtuba, prish ekosistemin e saj, sepse lumi i Kaçinarit ka, nuk i di se si quhen, por ka disa gjallësa nënujore të cilat janë në rrezik zhdukje. Nëse merret ujë, pra nëse orientohet në perturbacione. Nëse merret ujë. Në radhë të parë kanalet në mes të një zone pyjore, vetëm nga ana vizuale, ti të shohësh disa kanale në mes të pyllit është e pakëndshme. Patjetër që uji dhe është burimi kryesor i jetesës në këto vende. Ne nuk kemi ndonjë industri të madhe që të jetojmë me to. Ne jetojmë me ujë, me toka që mbjellin me bakti. Dhe eksperienca e eceve në Mirdit na ka mësuar që gjitha firmat që kanë ndërtuar ecet kanë abuzuar në mënyrë katastrofike me nivelin e ujit. Dhe kjo ka sjellë dëme të paimagjinueshme, jo vetëm në ekosistem, por në jetesën e përgjithshme të këtyre banorëve. Dhe uja ka pasur shembuj konkret, kemi qytetin e Rubikut ku deri para disa vitesh bëhej plazh poshtë në lum, ai nuk mjafton as për ujërat e zeza. Kemi Urakën, të thahet lumi Urakës, në mes të dimrit është katastrofë. Edhe pse firma kontraktore premton se do të bëjmë mrekulli dhe uji do të qëndrojë ashtu sikur është, këta e garanton, por edhe sikur të jetë garant, tubacionet dhe kanalet në zonën e Kaçinarit, popullsia e Kaçinarit nuk i do. A mund të gjendet një zgjidhje mesme pasi kompania në fjalë thotë se zona do të investohet dhe do të zhvillohet dhe turizmi në atë zonë? E besoni që mund të realizohet pra nëse bie në akord? Ja. Pse zoti Çupi? Ja. Sepse në qoftë se ai uji do futet në qoftë se ato hece do ndërtohen, logjikisht të gjithë banorët që kanë ngelur atje nuk do kishin se me çfarë të jetonin më. Dhe edhe ata do shpërnguleshin nga Kaçinari pastaj. Edhe nuk ngel askush. Ti mund të bësh një rrugë, po nuk ke çfarë don rrugën kur nuk ke ujë. Po zonja Rigerta. Doja që në zonën e Kaçinarit rriten gështenjat shumë, Emanuele, vërtet, apo lajthim. Është vërtet. Është një ndër zonat ku gështenja është. Në rast se duan ta ndihmojnë Kaçinarin, atëherë të shkojnë të ndihmojnë banorët të mbjellin gështenja, të mbjellin lajthi, ta lënë lumin ashtu siç është, sepse ata që kanë ikur nuk kanë ikur për të zhdukur, por kanë ikur për të kthyer. Kështu që
mos ta vrasin më shumë kaqinaren sepse është i dëmtuar mjaftueshëm nga ikja e banorëve, por ikja e tyre nuk do të thotë që s'ka rikthim. Kullat janë në këmbë në kaqinar dhe kullat patjetër që do të banohen në mos sot nesër dhe vullneti i banorëve duhet të jetë i shenjtë. Keni shpresë që kjo situatë do të marrë zgjidhje në favor të banorëve të Kaqenarit? Patjetër që po. Patjetër që kemi shpresë sepse kemi, domethënë, siç e tha dhe Rigerta që janë pothuajse 99.9% e banorëve që janë kundër këtij hidrocentrali. Pra ju jeni dhe kështu do të jemi gjithmonë të unifikuar, të qëndruar dhe rezistent ndaj çdo padrejtësie që do na bëhet, ndaj çdo kujt që dëshiron të na marrë atë që është e shenjtë. Ju jeni shpresë plot sepse jeni të gjithë të bashkuar dhe do të mund t'ja dilni, apo keni shpresë ndoshta edhe nga instancat të caktuara shtetërore që do t'ju mbështesin në këtë iniciativë? Doja të thoja që në radhë të parë gjëja kryesore është se këta banorë kanë të drejtën e tyre për ta kërkuar në prokurori dhe në gjykatë të drejtën e tyre. Kështu që përderisa janë në të drejtë, shpresojnë shumë që gjykata dhe prokuroria t'ju jap të drejtë, sepse dhe janë drejtuar ligjit dhe shtetit në të gjitha mënyrat legale të mundshme. Në të gjitha instancat shtetërore apo ligjvatuese. Kështu që gjëja e parë është kjo, besimi i parë është tek institucionet dhe në rast se institucionet nuk përgjigjen, djemt natyrisht që kanë besim tek vetja dhe vullneti i tyre, e dinë ata se çfarë duan dhe çfarë kërkojnë. Mendoni dhe çfarë mbrojnë. Po, edhe një përgjigje nga ju, zoti Çupi, në lidhje me atë që ju pyeta. Ne nuk kërkojmë rrugë. Ne thjesht kërkojmë që na dëgjohet fjala jonë. Dhe një pyetje të fundit. Ato centrale të mos ndërtohen. Nëse nuk gjeni zgjidhje, e keni menduar të shkoni deri në bojkot të zgjedhjeve? Po, patjetër. Kjo është gjëja më e lehtë që mund të bëhet. Nuk është as pak, mjafton një vullneti kolektivit të gjithë dhe nuk shkojnë në zgjedhje dhe u zgjidh kjo punë. Ama duke qenë se në këtë rast absurdja është se janë bashkë dhe e majta dhe e djathta dhe të dyja partitë e mëdha kanë gisht në ndërtimin e heceve në Kaqenar dhe mos shkuar një zgjedhje natyrisht i ndoshkon të dyja palët, ama nuk zgjidh asgjë për sa i përket ndërtimit të hecit në Kaqenar. E rëndësishme është që instancat shtetërore ta marrin parasysh ligjshmërinë apo paligjshmërinë e këtyre procedurave dhe instancat lokale të marrin parasysh vullnetin e banorëve dhe të dalin krah banorëve në kërkesat e tyre legjitime. Okej, ju falenderoj shumë zonja Loku Tushaj që ishit me ne. Zoti Çupi, faleminderit për këtë ndërhyrje në më së në informacion.